Bizneset në Shkodër provuajnë për mungesën e fuqisë punëtore. Në shumë dyqane vëren të afishuara njoftime për vende të lira pune. Largimi të rinjve jashtë vendit, por dhe mosdakordësia për kushtet dhe pagesat të cilat ofrohen janë arsyet pse bizneset vuajnë për punëtor. Po, problem është për punëtor, kërkojnë, vinë, rrinë 2 muaj edhe ikon. Pritojnë me punu. Rruga nuk është e keqe, rruga është e mirë si fillim, se këta janë si nxënë, se këtu azanat me punu. Po, largohen. Sa ju ofroni ju? Po, te 400.000 lekë. Më të prekurit nga ky fenomen janë bizneset që operojnë në sektorin e shërbimeve si baret, restorantet dhe hotelerit. Situata te pjesa e punëtorëve është një fenomen që të shkojë të fundit është prek, domethënë restorantet, baret, profili kësaj punë, hotelerisë kështu. Ne domethënë te kjo pjesa e restoranteve dhe është një fenomen që na ka prek shumë, është shumë se domethënë situata e vështirë sepse nuk po punohet hiç te pjesa e brezave që mendajnë në Shqipëri, me punu në Shqipëri. Kushtet e punës janë rregulluar, pagesat janë më të mira, oraret janë më të mira, vlerësohet më shumë punëtori shkurt Si zgjidhje bizneset shohin bashkëpunimin me shkollat profesionale të qytetit, ku nxënësit të punojnë gjatë sezonit turistik. Ne si biznes kemi komunikuar me disa shkolla profesionale, që periudhën e verës turizmit, nëse me pas një krahas punëtorit që më ndihmu, se kjo biznes familjar dhe pjesa e dimnit është që e përballojmë vetë. Se pjesa verës, zhvillimi i turizmit që vitet e fundit ka kanë në Breslon, diçka në rritje e sipër, mendohet edhe gjatë dimnit më rrit. Mungesa punëtorëve aq më tepër të kualifikuarve cilësohet si ndër problemet kryesore për mbarvajtjen e sezonit turistik.